Përshëndes të gjithëve nga zemra. Ky është episodi ynë i 14. Bëm 2 episode bashkë javës që shkoi. Was amazing. We had a really good time. Për çfarë do flasim sot? First of all, do flasim për Zelenskin, kokëpullciturin, se është I really don't like him, nuk më pëlqen si person, but I appreciate, the attack that he did on Russia. I really liked it, orchestrating all that thing. I don't know, he was alone, probably he had someone behind him. And the most important thing, më e rëndësishme se çfarë do të flasim sot është për the fuel for the war that's going on between Elon Musk and President Donald J. Trump. Let me put my headphones on, and then give me just a second. We got a hell of a podcast today. We're gonna talk a lot of stuff. Don't forget, my name is Altin Halo, and this is my podcast 440 Boston, which I wanna, gjithashtu kam dëshirë ta bëj podcastin tuaj, na ndiqni. Dua t'ju falenderoj jashtëmase për podcastin e javës që shkoi. Kishim një amazing podcast, amazing episode. Ishte me zonjën Rudina Bardhi. Klikimet ishin pa fund nga gjithë bota, all over the world. Si thash, dua t'ju falenderoj të gjithëve. Stay tuned with me. Se do kemi an amazing podcast today. And then we didn't have nuk kishim vetëm zonjë Rudina Bardhi, kryetarin e shoqatës Labëria, por më lër të ngrej çik zërin këtu. Nuk kishim vetëm zonjën Rudina, ishte edhe grupi Labëria. Ishin gjithë çunat, që i përshëndes të gjithë nga zemra. Kishim një episod të papar, and then we had a party after the episode. We had it outside in the lounge area. Was amazing. But besides that, what I wanted, çfarë dua të kujtoj edhe t'i them të gjithëve nga ai episod, dhe çfarë dua të marr nga gjithë guestët të ftuar që vinë në episod. It's more like, është më shumë like we gotta share, të ndajmë stories and then mendime dhe gjëra. Nuk është shumë like të rrim straight edhe të jemi sa më serios. For example, me Violi, one of the guys, të cilën e përshëndes gjithë çunat, Julin, Dritanin, mos harrojnë Genin, Jezon, mos i harroj gjithë, po ju përshëndes gjithë nga zemra. Dhe çfarë më pëlqen, për shembull, kur ulëm më pëlqejnë stories. Kur ulëm në përjashta në patio, ne Violi më tha se Lajboria ka shumë, of course, dhe unë kur ulem me Dajote, padyshim kemi histori të ndryshme, dhe po çfarë më pëlqeu, po mendimet vinë edhe thoughts të gjitha vinë kur je ulur dhe je më quiet, nuk je në front of the camera, je më i çlirët, më i lirë, edhe më tregoj një histori shumë të bukur. Grua i tha, ky ishte një çift në shtëpi me kalamajt si ishin aty, po i thot grua, kse këtë të shtunë të diel do kemi njerëz prap, se që kanë labët shtunë diel, parti do ulen me miqe, me shok, por edhe gjatë javës, grua këtë të shtunë diel do na vijnë ndarke të shtunë, na vjen filani që nga largë, do kemi ashtu. Ti bulli tha, jo, tërkon tha, na fton njerëz këtu tha, edhe bën rrëmuje, harxhime, më thet thashë, dhe vetëm fan tërkon tha, bën qef tha. Ashtu i tha që mirë, përgatitu i tha, se të shtunë tha do vi filani edhe kemi një sebep tha, do ulemi, do hame, do pim këteja. Okej, tha, na përgatit sa gjëra, i tha, edhe që të rregullohemi. Okej, tha, kjo i bëri gjitha gati, ky ndërkohë e kanceloi atë që kishte lënë davetën me shokun, që do bënin partin tek shtëpia.
festën edhe I thot grua tash I kam gati, I tha gruaja të gjitha ushqimet edhe çfarë do shtroja për darkën, I thot ai shiko se ai miku jon nuk vjen, I thot. Edhe diçketi I bëre që I bëre tash I haj vetë. Si ti ha vetë unë tash? Po mirë tha I hajde ulu këtu, tha ulemi në minder atje në shesh edhe ulemi dhe ham bashkë ato, gëzojmë të festojmë ne dy tha si çift tha. Okej, tha e ul, një të mbush godat me raki miku, një t'ja vën përpara gruas, edhe vet, edhe gruas edhe vet, edhe bam gëzuar për këtë, bam gëzuar për atë, ha e pi, u mbyll darka, vajtën për të fjetur, u quan të nesërmen, me dhimbje koke kjo, hangover. O tha ti qa burr tha u çmenda tha nde këte, po iko pinja 2 aspirina I tha I se s'të gjen gjë I tha. Pa me buma erdi dreka u çmenda na koka ja nde këte I tha I po I tha I se ti më çmende mua I tha. Se edhe që ti burr bën qefe me shoqërinë, dreka darka shiko qa heqim ne tha, dëm koka gjithë ditën tha, shiko tha. Këto janë gjërat e bukura që duhen në podcast. Ti gjithmonë I thoshte ma akuzon mua që më thua që po bëj party, po bëj qef. Po tash I tha, shikon se si na dhem kokan e çaj, heqim ne kur ulemi ha me pimi tha. Shiko. Këto janë gjërat e bukura që mua më pëlqejnë dhe t'i ndajmë me të gjithë këtu. Një histori, një parcalet, një gjë funny, një gjë plus edhe gjërave serioze, of course, pa dyshim. Tani si që shikoni, first of all do ju them njerë, nuk e di e thash apo jo gëzuar Bariami të gjithë dhe se ishte Bariam para 2 ditësh, për të gjithë besimtarët musliman të qoft një vit I begat, edhe mos harroni edhe njëherë emri Im Altin, this is 440 Boston Podcast, 5-20 në Shqip, më pyesin shumë njerëz çfarë do të thënë 440 Boston, 5-20 është identiteti im kur çohem unë për punë, po të gjithë ne kemi një, nuk po flas për Shqipëri, për vende të tjera, po pa dyshim se pa punë nuk jetohet, po është 5-20, është ora kur ngrihesh për punë dhe të gjithë ne kemi nga një orar kur çohemi për punë, doesn't matter. It's 5 in the morning, 4:40 or it's 6, 7, 8, 9. You have something. The bell that rings. You know what I mean? From the cell phone when you put the alarm on or the clock or everything. So basically that's what it is. It's part of my identity and then I'm gonna make it clear ta bëj shumë pastër për të gjithë ne që çohemi we are rock stars. Jemi rock star, çohemi që mëngjes, providing food and goodies for our family and you should be proud të jeni të gjithë krenar. Next thing, qa do them? Isha te festivali Usters, javës që shkoj, amazing, I never been there, I had it like should I go or should I not go, and then I decided because it was like really, really rainy outside, it was like a hurricane, was like all day was raining, and then was a storm actually, not a hurricane. Ishte një storm edhe isha gjithë ditën like should I go or should I not go, and then decide to go just a little bit late, vendosa të shkoj ishte qik von, actually I got there at 6:30 cause sepse duhet shikoj edhe ndeshjen e Interit me I got very disappointed actually të Interit me Paris Saint-Germain ishte shumë lart. Taktika që Interi përdori si ishte kurkund, they doni që të qetësoni lojën and everything and bla bla bla, so but still duhet supportojmë skuadrën dhe kur është në ditë vështira. I got them in my heart. Now going back to the game, shkojmë direkt tek ndeshja e dieshme me Shqipërinë. Nuk më pëlqeu fare, qas më pëlqente kombëtarja jonë edhe jam shkull flokët e I can scream and yell and qas më pëlqente kombëtarja jonë është mentaliteti, not winning mentality, është mentaliteti që kanë. Po ti shikoja mbas ndeshjes, gjithë po I shikoja ata komentatorët mbas ndeshjes, edhe të gjithë komentatorë që ndonjë në fushë që po diskutonin, nuk e di nga klani, nga ishte I çuni nga klani, nuk ja di emrat them drejtën. Nuk ja di emrat atyre, po ishte Duro, kush ishte tjetër? No, ishte Bogdani, nuk ishte Duro, ishte Bogdani.
Edhe ishte edhe një çun tjetër që si mora vesh emrin, i gjatë kështu si kolos. Duhet i duart trokasim çunat se ata bën shumë mirë, se futbolli lozën jashtë mas e mirë, Hajde, duhet kënaqemi, kjo është ku mua ma agrivon, like, I'm ready to shkur flokët. It's unbelievable, pa besueshme. Like, qysh thua duhet të kënaqemi, kjo fraza është like, man, ta vesh me një poligon qitje edhe mos t'i lesh dine i manë si godituri. Të thua është ti, duhet jemi shumë të kënaqur me qa arritëm, that's loser mentality. Është mentalitet humsi. Are you alright? No, man, you never have to be happy. Never. You have to have the mentality of a winner if you want to win. Mentalitetin e fituesit nëse ti do të fitosh lojë. Never be happy. And that starts atje te dhomat e zhveshjes starton. Është faj dhe i trajnerit. Kënaqem, bëm lojë të mirë, bëm kështu çton te Rejmana, të ke bomber ke atë çuni që po loste në Krah Djath apo Krah Majt po loste, s'po më kujtoj tani, ky çuni ka los në Angli. God, ja rova emrin, po he's like Demolari, ja, he's si Lefter Milo, man. He's bulldozer, broja është giant, man. Merë 2-3 veta, e pesi t'u fut në zonë atje, merë 2-3 veta për para. Nuk pyet, ka pesh, ka fuqi trupi, ka gjitha, sprint, everything. Shton e Rejman atje ti si jepnin top. Ai brojës nuk jepnin top. Broja duhet gjonde penaltin direkt. Është ball, I know, e di që janë shumë emocione involved, janë shumë gjëra involved. Edhe në qoftë se e keni parë pse marrin drogra futbollistat që i kapin me drogra, me gjëra që kanë marrë whatever, kreatin or whatever që marrin. I marrin sepse që të zbresin emocionin që kanë, që të lozin sa më ftohtë. Se ajo i vret emocioni, duan të jenë të ftohtë, vetëm emotion killers më. Nuk duan të kenë emocione, duan të jenë sa më cold blooded, të jenë gjatë ftohtë tërkohën kur lozin. Okej, jam dakord, ndeshja e dje kishte shumë pesh. Shumë pesh, but like, that's what makes you, aty ajo ndan atë profesionistin nga një amator. Aty e ndan, shton të rej, mana i gjuan e penaltin, is like very stupid thinking. Ai broja të fut brënda me gjithë portierë të gjuajo. Gjuhet ti bomber, like Robert Carlos, you don't know what's going on with the ball, which direction gonna go. Anyway, them dhe unë frazën tash, okay, çunat lozën mirë, edhe u kënaqem shumë, edhe duhet të krenohemi me çunat. Okay, let gjithë themi këtë dhe çdo gjë do rregullohet. Prandaj nuk jam happy. Tani, çfarë kemi tjetër? Isha dhe tek koncerti që ju thash në koncertin Nusër, going back te koncerti. Isha te koncerti Nusër, ishte beautiful, amazing. But that's why I jumped nga koncerti, I couldn't stay without saying anything, but nuk porria do të pasën diçka për kombëtaren tonë. Edhe tjetër thing, te koncerti atje, amazing, isha me çunat, me grupin Labria, we have an amazing time, but ishte gjëja më e bukur që kam parë ndonjëherë, mund të kishte total tini 1500, 2000 veta. 2500 veta probably dhe ata thonë që ishin 3-4.000 veta atje, mbase i kanë kapur si nëse ishte 3 ditë, Friday, Saturday, Sunday, prende shtunë, diel, all afternoon, te kisha shqiptare dhe edhe këngë valle buqiste, ishte David Gjerau, fola në telefon me David Gjerau, i qova mesazh, më mori direkt telefon, amazing guy, mori direkt telefon se i thash, Davis duhet të kem podcast, mori direkt telefon, kur ja qova mesazhin në Altin, tha, amazing guy, Altin, tha, pse s'më morin për para, tha, kam 4 ditë këtu, tha, nesër do iki, tha, sonde në darkë jam koncert, tha, në i koncert, a i nuk e njifte erjen, a i thoshte në Boston, unë jam 20 minuta larg nga Bostoni. Thash në Boston, po jem Boston vit martë tek hoteli dhe bëjmë këtu.
Thaj, po e di që më kanë thënë Boston, thaj, faktikisht është në Bridgewater, I think, is like an hour far from Boston, është një orë është një orë larg nga Bostoni. Në Bridgewater is a guy, very nice guy, he had a restaurant there, and then he had a party there at his restaurant. And David said, please, Altin, keep me in your loop, and we keep each other in our loop. I mbajemi të dy në kontakt, kinda, të rrim në kontakt, se kam qef të vi edhe ta kishim në podcast. Po përveç asaj, kam pasur, më marri njerëz nga të gjitha anët, you name it, ti vërja emrin, më ka marrë nga Connecticut, New York, Chicago, Florida. They want to be in a podcast. Me and my team, we're working here to create something, to do those connections with the FaceTime and everything. And then we're gonna go fast. And then with those also, I'm gonna have so many guests here in our podcast, which I really love. I got people that want to tell stories of duan të tregoj një story. Më falni se më vjen anglisht very fast. And then duan të tregoj një story të tyre, which we're gonna have them soon here. Matter of fact, me qëra lafi kisha një dije, po I try to do my best, to help this person. Very nice lady, very nice woman. Po beja më të mirën e mundshme që ta kisha në podcast, po edhe skuadra ime ka qenë shumë busy, dje kishim ndeshjen, sot pushim, të nesërmen fillon puna prap, edhe më duhet të vej gjërat gati dhe probably we're gonna have it, maybe do ta kemi shpejt në podcastin ton, kishte një life story. Also, tashit vide, më shikoni që jam veshur me këmish, kam pas vretje, Altin, when you do it, kam pas vretje në aca njerës, kam fol me një mik të familjes, që ka qenë shumë aktori një orë në Shqipëri, fola me të për rreth një orë në Shqipëri dhe ka qenë një kyç i estradës Fierit, a giant, këngëtar, aktor teatri, aktor filma që ne i shikojmë gjithë këto ditë, edhe sot e kësaj dite, amazing actor i trupës teatrale të Fierit, shok me timat, shumë respekt për njëri tjetrin. Dhe më dha një këshill, edhe më duhet ta dëgjoj. Po, e ndava me të familjes dhe më tha dhe mamaja, Altin me gjithnand, po, shiko, t'ju them një histori, po përpara se më tha dhe mamaja, Altin tha ka pas të drejt Ladi, tha se Ladi të përshëndes, vetëm kaq po jap emrin, s'po jap mesazh më të gjatë, s'po jap emrin të gjatë. Ladi përshëndes edhe më tha dhe mama e kishe drejt Ladi, tha duhet jesh me këmish në atë, por nuk e kuptojnë se kuptojnë, okay, televizioni edhe, po është televizion, por nuk është televizion, është podcast dhe kjo është e bukura e podcastit. Si a historia që ju tregohem përpara se në podcast ndahen gjëra shumë ndryshe se sa je në televizor, se si që kam thënë përpara, I'm not trying, nuk po provoj të bëj CNN apo ABC, apo i dua rob të jenë sa më comfortable, të ndihen si në shpinë e tyre, mi casa su, like we talking, we enjoying. Atë ju thash çuna kur I kisha në patio të grupit Labria, po unë kamerat këtu ti kisha nxjerr në patio, I thash, në lounge area, me këto histori që tregoni edhe funny stories që kemi, kjo është podcasti. Dhe po ta shikoni para 2 ditësh, ajo shkoi crazy fare, po ndiqja ula edhe po ndiqja pak, se kam parë the full interview, po ndiqja pak Kesh Patel, drejtori I FBI-t, ishte I ftuar I administratës Trump, ishte I ftuar tek podcasti ishte I ftuar te podcasti I Joe Roganit 2 days ago, in a matter of time, in a day, went like 2.something million views. Dhe ishte I ftuar atij edhe të shikoja sikur kisha drejtori I FBI, sikur kisha Joy është gjithmonë like po ta shikosh me një t-shirt, whatever t-shirt he got on. And then Kesh Pateli sikur kisha ardhur drejtori I FBI, sikur kisha ardhur nga Jimmy, direkt nga Jimmy. Tough muscle and muscles, and then with the Under Armour shirt, a skin tight Under Armour shirt, that's what the podcast it's all about.
however you are, whatever you feel to say, you sit and you talk. That's all. Çfarë do lloj gjë ta them në shqip se harroj. Çfarë do lloj gjëje që ti do të thuash apo të jepin mendje për të folur. Pam, hop, ule aty, fole, krijoje diçka. Po tash do I respektoj aso kështu sot jam veshur me këmish për t'i bërë çik qefin gjithë ndjekësve që na ndjekin. Okej, tjetër qa do thoshja për para se të fillojmë, qa kam tjetër? Ju thash fola me David Geraum, edhe I preka të gjitha këto gjëra, tashi çfarë do themi, do vemi te the hot story in the world. What's going on? Çfarë po ndodh me Trumpin edhe gjakrat sot që po flasim si kur janë ftohur çik gjakrat si kur janë ftohur çik Elon Musk I tërhoqi ato që kishte thënë kësë nuk e kupton, po do vete dip tek ajo, nuk e kuptojnë, vlla, që ai nuk po flet me byrazer, jo lek të kesh ti në Amerikë, po ai është drejtuesi kur të mbaroj ai pas 4 vjetësh, okay. Talk with him, edhe ti e njesh, ai është dysh. Por nuk flet dot me presidentin e Amerikës dhe të komunikosh ai aty. Është shumë herë më I rënd emri ajo përpara jush presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm ajo frazë kushton $triliona. Ato biliona që ke ti janë një vrym në ujë, it's nothing përpara asaj shprehjes. Përpara jush presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. You cannot buy that. E ke dëgjuar, nuk thonë dhe ta theksojnë. The CIA, the President of United States of America. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse nuk e vën për ta theksuar, se don't need it, nuk e do. Atë përpara dhen, nuk e do që ta theksosh ti apo ta bësh more important. Doesn't need it. Nuk e do. Se është bota vet, është bota, drejton botën, so get the fuck out of here, don't talk. Mos fol me presidentin e Amerikës në atë mënyrë, se shiko si përfundon, të doli allegedly, të doli ketamina dhe drograt që merr, edhe I fshive mbrëm gjitha ato. It's not your coffee guy that you go for coffee. In the end of the day, në fund të ditës është presidenti I Amerikës. And you cannot fuck with it. Put it in your brain, you stupid idiot. You can be whatever money you can have in the world. He's above you. Put it here. Especially Trump. Both of you, I understand, have huge, big egos. Keni ego të papar. Po ai është shumë herë më lartë se ty për momentin. Shumë herë më lartë se ty. Plus, në qeveri ka njerëz që ti personally, you cannot beat it. Scott Benson cannot beat it, buddy. Can't. Ministri Financave që I themi në Shqipëri. You cannot beat it, brother. I'm gonna talk with about it. I know it was fight. E di që ishte një luft midis Godzillas dhe King Kongut. Do fitoj King Kongu, brother. Forget about it. It's gonna take you down. Because you're not American in the end of the day. Në qoftë se ju kam folur long time ago, e kam thënë në anglisht, në episodet që kam bërë në anglisht, e kam thënë çfarë kam thënë? Në qoftë se nuk je I lindur në Amerikë, you're not born here, like si janë kalamajt e mi, apo kalamajt e çdo kujt tjetër, nuk e ardh me llotari nga Shqipëria, apo nga East Europe, nga vendet e lindjes të Evropës, apo nga do që ke ardhur në përbot. Ke ardhur këtu. Nuk je Amerikan. E je Amerikan, po nuk je Amerikan. Në qoftë se ti cënon sa do pak interesat amerikane, you out. Apo këto budallëqet që bëjnë fëmijët shqiptar 20-25 vjeç, jo drogra kështu, fighting with knives and guns, they pack you, të paketojnë, të nisin nga vendi nga ke ardhur. Doesn't matter, they reap
American passport right in front of your eyes, ta grisin pasaportën, më fali, ta grisin pasaportën direkt në sy, të paketojnë dhe të qojnë që atje ku ke ardhur. Është ndryshe kur je amerikan, dhe prandaj ky budallaj Elon Musku i tërhoqi ato çka kishte thënë, se e kuptoi, doli allegedly droga çka kishte pirë, edhe i tërhoqi gjitha çka ka thënë. Po më lini t'ju shpjegoj, siç thash, sot do flasim për Donald Trumpin dhe kokpëllciturin, Zelenskin. Unë e quaj Zelenska. Anyway, të vrasësh kaq shumë njerëz të vendit tënd është shumë e papar. Anyway, tani si që e dim të gjithë, do filloj t'ju flas çik për çfarë ka ndodhur midis Trumpit, edhe Elon Musk. Dhe çfarë ishte kjo që ndodhi në politikën amerikane që përfshiu presidentin Trump dhe miliarderin Jared Isaacman, është e gjitha, janë shumë gjëra, si thash, unë do prek 3 që janë very important, sepse çdo njeri mendon se ishte vetëm ajo e Billit, The Beautiful Bill, Billi i bukur, fatura e bukur, nuk është fatura. Janë shumë gjëra që kanë eskaluar në një short period of time. Kontrata që kishte Trumpi, do më thënë qeveria Trump, Elon Muskun që krijuan Doge-in që të bënte auditin, të bënte, i themin në Shqipëri, inventarin e qeverisë amerikane dhe të shikonin ku ishin me shpenzimin me të gjitha, ai e kishte hajrurin Elon Muskun të drejtonte Doge-in for 130 ditë. 130 ditë e tia ishin mbaruan 1 month ago. That's why, prandaj Elon Musku doli dhe tha do largohem, se i mbaroi koha për 130 ditë, 4 muaj something, diçka e tillë. So, unë do filloj me të parin, problemin e parë. Dhe do ju them se çfarë unë mendoj që se janë shumë gjëra, po këto janë 3 më të rëndësishme, por çfarë unë mendoj se kush ishte më e rëndësishme nga këto, të treja lozin në rol. Të treja tash nuk mund të them se mund të jenë njëra pak përqind më lart, njëra pak përqind më poshtë, por do ja them dhe shikojeni me kujdes dhe analizojeni vetë se ku qëndronte e gjitha. Okej. Kush është Jared Isaacman, një mik i afërt i Elon Muskut. Është i nominuar u nominua nga presidenti Trump në 2024 për të qenë drejtori i NASA-s. Kush është ai? Kush është Jared Isaacman? Është një astronaut dhe themeluesi i kompanisë Shift4 për të udhëhequr NASA-n. Isaacman kishte udhëhequr 2 misione private në hapësirë me SpaceX dhe ishte një mbështetës i hapur i politikave të Trump në fushën e hapësirës. Ai kishte kritikuar NASA-n për përdorimin e raketave të tjera dhe kishte mbështetur përdorimin e Starships të SpaceX për misionet e ardhshme. Of course, është shoku ngushtë i Elon Muskut. Tani, si ndodhi tërheqja e nominimit? Pse tërhoqi Trumpi nominimin e tij për të bërë drejtori i NASA-s? Më 31 maj 2025, Trumpi e tërhoqi nominimin e Isaacman për shkak të asociacioneve të tij të mëparshme, duke ju referuar donacioneve të tij politike në të kaluarën, sepse donacionet politike kanë qenë nga Partia Demokratike. Ky veprim ka shkaktuar një përplasje të brendshme në shtëpinë e bardhë me disa këshilltarë që fajsojnë Sergio Gore, një besnik i Trump, për nxitjen e tërheqjes, dhe thonë që e kanë nxitur ky për tërheqjen e nominimit për shkak të lidhjes të Isaacman me Musk. Ky veprim tani që Trumpi ka hequr Isaacmanin, Jared Isaacman, ka shkaktuar përplasjen, siç e thash. Trump-Musk është një nga përplasjet. Është një nga përplasjet. Musk ka kritikuar dhe çka ka bërë Musk për t'u marrë, ka kritikuar ligjin e fundit të taksave dhe shpenzimeve të miratuar nga Trump, duke e quajtur atë një abominacion të neveritshëm që rrit borxhin kombëtar
që rrit borxhin kombëtar. Në përgjigje, Trump ka shprehur zhgënjimin e tij ndaj Musk dhe ka sugjeruar rishikimin e kontratave federale me kompanitë e tij, përfshirë SpaceX dhe Starlink, sepse Musku merr tons of money nga qeveria për SpaceX dhe Starlink, sepse SpaceX dhe Starlink janë të vetmet kompani që shkojnë lart në hapësirë dhe vinë. NASA e ka hequr dorë, i merr vetëm SpaceX dhe Starlinku që hedh satelitët lart, marrin të gjitha dhe i sakin dhe fitin të gjitha kontratat federale që ka, në qoftë se prandaj janë të detyruar, po jo të detyruar që të punojnë me Musk, se they are the only one. Kemi dhe Blue Origin, but Blue Origin is not on the stage yet. So to go up, we have only one company, SpaceX, Elon Musk. Only one company. So you gotta give and take. But look what happened. You cannot tell those things to Trump. Just like I said, si që thashmë përpara, kanë një ego të llatarshme. Trumpi e ka më të madhe në Elon Musk, të llatarshme. I'm the rooster in this coop. Unë jam ka poshi këtu, nuk los dot me mua shohu. You can be trillionaire, it's me here. I'm the president. Plus, the guys plus çunat që ka i në mbrapa në administratën e tia, si që da përmend më vonë, Scott Benson, ministri financave, si quhet Treasury, Secretary of Treasury, në Amerikë, në kemi pasur në Arben Ametën, kishim financa ne, se mbajmë në kishte Shqipëria, Arben Ametën. Anyway, Elon Musk u shkoi në X directly pasi Trump i anulloi këto kontrata dhe nxori billin. Shkoi në X dhe shkruajti që direkt Donald Trump është involved, është i mpleksur në Jeffrey Epstein file, prandaj FBI nuk i nxjerr këto letra, sepse është Trumpi i implikuar. Po tani më lini t'ju them diçka, po t'ishte Trumpi i implikuar atje, ju mendoni se Trumpi 6 muaj ka në pushtet, ju mendoni se Bideni apo Kamala apo demokratët nuk do i nxirrin? Ata they can't wait, nuk presin dot të gjejnë një diçka të tillë, nuk presin dot. S'presin dot, so prandaj dhe hoqja të se ishin pa bazë të gjitha, e akuzoi Trumpin për pedofili. Are you alright, man? Are you alright? I hoqi gjitha më mbrapa, se nuk ishte, nuk ja vlente fare. Edhe ku i hoqi? Mbrëm i ka hequr, më duket. Mbrëm vonë në darke, a friend of his, një shoku ti po e merrte në flisin e X bashkë dhe i kthente përgjigje ai për çfarë do lloj që Musku thoshte, dhe i tha, ore, mos e hiq SpaceX-in dhe Starlinkun, që mos t'i vesh në shërbim të shtetit Amerikan. Tha, tha, se thoshte që nuk do ndihmoj astronautët lart janë në hapësirë. Mos e bëj këtë, i tha i shoku, i tha, ti ke të drejtë, tha, këto janë gjëra, se e te kaloj masën shumë fare, e te kaloj. Edhe është një gjë me këta bilionerat, kur i shikojnë kështu që ektin, si quhet ektin, që reagojnë si kalamaj 15 vjeç, 12 vjeç, është unbelievable, directly, like. Po e kuptoj shpejt, though, e kuptoj shumë shpejt, dhe plus asaj, del dhe Steve Bannon, që ka qenë i administratës Trump, del dhe Steve Bannon, dhe aty i dogji menderja Muskut, in my opinion, në opinionin tim, pasi Steve Bannon said he's the threat, deportoni, sepse dhe sizni, do me thënë, ti marri të gjitha Starlinkun dhe SpaceX-in, ti marri të gjitha në pronësi, ti sizi, ti sekuestroj qeveria amerikane. Të gjitha të sekuestroj nga qeveria amerikane, sepse janë threat to national security, which, so janë threat, janë rrezik
për kombin amerikan dhe për botën. Dhe ky Elon Musk po të deportohet direkt. Aty do gjimenderi aty. Kur ka parë ato çfarë shkruajtën njerëz në atë se qeveria amerikane i sekuestron gjitha sepse satelitë që këti lart janë national security threat. Rrezikon shumë jashtë mase qeverinë amerikane. Tashi, kjo gjë ka pasur shumë këto zhvillime kanë pasur shumë humbje financiare, si për qeverinë amerikane, po jashtë mase për Elon Muskun. Direkt sa foli ai para 3 ditësh, direkt sa foli para 2 apo 3 ditësh, ja 2 ditë, të njëjtën mbazite ka qenë. So i bie 3 days kind. Të njëjtën mbazite që sa doli ai dhe foli që akuzoi Trumpin për pedofili, direkt që ka qenë pjesë e Epsteinit, e direkt stoku tia ka rënë dhe ai ka humbur $153 bilion. Stoku i Teslës, dhe ju them gjithëve, këto janë momente decizive, kur dy lions fight, kur dy zien dy vetë, fiton një i tretë. Gjoni, kur thonë që kur zien dy elefant, shkelet bari. Po ja, ti ke shans, everybody ka një shans që të baj stok, se ra stoku, ishte 320, 350 dhe stoku edhe me 280. Këto janë ato dream chances, janë ato shanset që ti ndërron tërkohën që... Po kini një gjë parasysh, whatever goes up must go down. Këto janë ato luhatjet që ju kanë thënë gjithmonë, se jeta është heartbeat. Prandaj everybody talks about flasin për zemrën. Edhe zemra, i shikoni në monitor që shngese, whatever goes up must go down, whatever goes up. You name it, everything, në çdo lloj gjëje, is whatever goes up, it must go down. The whole life, you name something, is the heartbeat involvement in it. It's a heartbeat. How you gonna enjoy it? It's a mellow, you're never gonna like it. It's a flat thing, you're never gonna like it. Anyway, $153 bilion humbi. Nga xhepi-tia $35 bilion neto humbje. Neto. Qa bëri Trumpi, nxori dje, kishte nxjerrë dhe makinën, ato Teslat, po ja, e ka suportuar jashtë mase, nuk është se ka suportuar. E ktheu shpinë e bardhë, thiri Elon Musk, se ra stokun 220 ra para një muaj. Që ju thoshja bli. Janë shanse, you never can find it. Me 220, me 180, me 200 stoku, jump on it, man. It's always a deep buys. Këto janë kompani që komandojnë botën. Edhe, më falë, ktheu shpinë e bardhë në dealer. Për ta suportuar Elonin, prori makina aty dhe tregoi që edhe shtëpi e bardhë po blen makina Tesla. Po, in the meantime, në të njëjtën kohë, i tha, Brazer, duhet bësh një lëvizje se Tesla nuk po ke 70% drop in Italy and Europe, këtu në Amerikë 11% dip in on sales. Nuk ke pru diçka, në një inovacion, në një bjerë diçka të re tek makinat. You have to bring something. You know what I mean? So they can, se është futur Kina keq fare dhe bie, shikosh makinat e kinezëve kanë pushtuar Evropën, thonë, meç, thonë, se nuk e di si kanë parë, është like crazy. Është crazy, man. Anyway, këto zhvillime ka pasu pasoja financiare, si shtash, nga dyja palët, me aksionet e Tesla që ka mësua një rënje të përkohshme. Gjithashtu ka pasur shqetësime për ndikimin e kësaj përplasjen në mbështetje politike të Musk për Trump në zgjedhjet e ardhshme, which Trump e hoqi fare nga lista, edhe tha nuk dua të flas fare me, dhe ka çfarë pëlqeva dhe çfarë më pëlqeu mua, gjëja më e bukur që Trump bëri. Pas gjithë këtij fuel edhe këtu nuclear bombs dhe they were throwing to each other, he said like, I don't want any, nuk dua asnjë nga qeveria ime apo çfarë do të shkojnë në press conference or something, or në corridors of White House or whatever, to talk about Elon Musk anymore.
Edhe këto ishin, po dje kishte nxjerr makinën e tij për të shitur. Tashi do kaloj e kishte nxjerr në shtëpi të parë për shitur. Nuk e di a kishte edhe njerit për chip or something. I saw it, but I never read much about that story. Cause it's funny, cause I know, e dija që ai do pëthej një diçka me makinën që i kishte edhe në Elon Musk. Tani do ju them për pikën e dytë. Kush është pika e dytë që shkaktoi këtë fuel, këtë nuclear war between each other, midis njëri dhe tjetri, këtë luftë nukleare që filloi. Është Scott Benson. Unë e besoj jashtëmase, po kush është Scott Benson? Unë e besoj jashtëmase dhe I stay behind it, that is Scott Benson. Edhe të gjithë thonë që Scott Benson, siç ju thash, është ministri i financave, Secretary of Treasury. Ju thash që Scott flitet në për korridoret të White House, me që kam dëgjuar që Scott Benson është ai që e ka pançur në sy, që ai që e ka pançur në sy, I've always liked ai që e Elon, ka and pançur në sy Elon Muskun. Edhe kush është Scott Benson? Po përpara se të shkoj tek Scott Benson, shikoni çfarë ka thënë I've always liked Elon, Donald and so I was very Trump, surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. But I'm very disappointed because Elon knew the beautiful bill. Këtu kemi president Donald Trump me Elon Muskun. Edhe tashti do kaloj tek Scott Benson. Kush është Scott Benson? Scott Benson është një investitor dhe menaxher fondesh i njohur amerikan. I cili aktualisht shërben si sekretari thesarit, Secretary of Treasury i Shteteve të Bashkuara. Ai u betua në këtë post më 28 janar 2025 duke u bërë i 79 në këtë pozicion dhe njëkohësisht një nga figurat më të shquara të administratës Trump. Do ju flaste për karrierën profesionale të tij, por keni dëgjuar të flitet në, do ju them, nuk jam pjesë e kësaj, po do ju them dy llave. Keni dëgjuar të flitet në këtë administratë të Donald Trumpit të flasi për Sorosin? Asnjëherë. They had the big fight, big feud from 2016 to 2020, but nothing now. Why? In my opinion, pse? Në opinionin tim, Scott Benson është krau djath i George Soros. Dhe them se ka pat marrëveshje. Shiko këtu, i ka thënë Trumpit, ti do të bësh dhe ta shikoj atë, mendoj unë, ta shikoj që popullit më shtet dhe duan edhe Partia Republikane të zgjodhi përsëri për kandiduar. Dhe unë kam një përshtypje se ti do fitosh. Dua sekretari i shtetit kesh Scott Benson. Është krau djathi imi, that's it. Keni dëgjuar flitet ndonjëherë për Sorosin? Never in this 6 months nobody mentioned a word. Why? Because he got Scott Benson, Secretary of Treasury. That's what I think. So, do ju flas çik për karrierën profesionale të Benson. Ka qenë Soros Fund Management. Benson ka qenë partner në këtë firmë investimesh dhe ka udhëhequr degën e saj në Londër nga viti 91 deri në vitin 2000. Ai ka qenë pjesë e ekipit që fitoi mbi $1 miliard, $1 bilion nga rënja e pound britanik në vitin 1992. They were accused that they shortened the pound, Britain pound. Në vitin 2015, ai themeloi këtë firmë Key Square Group, kompani makroinvestimesh globale, e cila mori një investim fillestar $2 bilion nga George Soros. Tash do të flas për angazhimin politik të tij. Benson ka qenë një mbështetës i fuqishëm i fushatës Donald Trump për zgjedhjet e vitit 2024, duke dhuruar mbi $1 milion, po s'është vetëm dhurimi.
dhe organizuar ngjarje mbledhëse për fonde që kanë grumbulluar miliona dollar. Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar ekonomik për Trump duke propozuar një plan ekonomik të ngjashëm me 3 shigjetat e kryeministrit japonez Shinzo Abe. Angazhime të tjera të tij kanë qenë ai ka mbështetur trastin e Princit në Londër dhe zonën e fëmijëve në të Harlemit në New York. Besën është gjithashtu antari të Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme dhe i Klubit Ekonomik të New Yorkut. Jeta personale e tij, Scott Bessent, ka lindur në gusht të 62-shit në Conway, Karolinën e Jugut. Ai ka një diplomë bachelor në shkenca politike nga Universiteti Yale. Yale është këtu në Connecticut. Bessent jeton në Charleston, Karolinë e Jugut me bashkëshortin e tij, ish prokurorin e New Yorkut John Freeman, dhe kanë 2 fëmijë. Ata janë antarë të kishës huguenote franceze në Charleston. Tashi do ju flas dhe për ligjin që ka kundërshtuar Elon Musku. Çfarë do thoshja para se të shkoja atje? Prandaj Trumpi e mbështet jashtëmase Bessent edhe nuk e lën, janë shumë tight me each other. Dhe çfarë po them dhe mendimi im me sa kam lexuar të gjitha këto tarifat janë punë e Scott Bessent. Gjitha tarifat që Trumpi hedh janë dhe të Trumpit, po janë të Scott Bessent. Prandaj ai nuk e do Elon Musk, nuk e do fare të Scott Bessent. Kështu mendoj, kam pasur një përplasje shumë të madhe. Tashi do ju flas pak për ligjin. Elon Musk ka kritikuar se të gjithë flasin për ligjin, është ligji. Për mua është Scott Bessent. Dhe ajo që ka hequr nominin për drejtorin e NASA-s që të bëhej kryetari administratori i NASA-s. Më shumë është kjo, për mua është Bessent. Elon Musk, themi te ligji që flitet gjithandej ligji. Elon Musk ka kritikuar ashpër ligjin e fundit miratuar nga administrata Trump, i njohur si një One Big Beautiful Bill, OBB, duke e quajtur atë një abominacion të neveritshëm për shkak të rritjes së borxhit dhe pasojat mundshme për ekonominë amerikane. Ky ligj ka shkaktuar një përplasje të hapur mes Musk dhe Trump, duke përfshirë këtu tërheqjen e nominimit të Jared Isaacman, që ja u citova më përpara, për drejtor të NASA-s dhe kërcënime për anullimin e kontratave qeveritare me komandin e Musk dhe përfshirë SpaceX dhe Starlink. Okej, siç ju thash dhe më përpara, por çfarë dua t'ju them tjetër? Trumpi, Musku ka shpenzuar në fushatën, se shkruajti në text message atje në X, në platformën e tij, në X, në Twitter, shkruajti: në qoftë se mos kisha qenë unë, tha, Trumpi nuk do kishte fituar Pennsylvania, do kishte qenë presidenti i Amerikës. E cila për mua nuk është e vërtet. Musk ka dhënë $250 milion donation dhe kërkon t'i marrin mbrapsh. Prandaj u fut në DOJ, në Dodge. Prandaj u fut dhe them u fut. Pse u fut? Do ju bëj një të shkurtër. Elon Musk është zën me Sam Altman. Sam Altman është dhe ka lidhje të ngushtë me Trumpin. Sam Altman është ai ChatGPT-s, ju shikoni gjithë në celular, AI-t. You click it, jep all the info, whatever you need, po që të klikosh atje, you need data. How you gonna create that? Si do ta krijosh ti një gjë të tillë? Si do ta krijosh ChatGPT-n pa pasur data? Kush i ka datat më të madhe? Të dhëna, data është të dhëna për çdo individ, për çdo. Çfarë të duash? Kur është most important person, you got videos, you open cameras in his house, you can check him from refrigerator cameras, TV cameras, his cell phone, everything. You got data on that person. I'm not saying they're gonna have data on me. But they have it, and they can click. The American government got the biggest data in the world. Ata janë ai syri Big Brother, kanë syrin e botës, shikojnë çdo gjë dhe mua tash pa publikuar fare podcastin, episodin, më shikojnë nga kamera që po flas, hapin kamerat e mia. Pse celularëve ja u bën bateri të bllokuara? Nuk e hejdi dot baterinë, të ndrosh baterinë, celulari është tërkohën on. Because they want to have access in you. Duan të kenë akses tek tyja. Përdorin kamera tërkohën, të gjitha e hapin, edhe kur e shut down, ti që e bën off fare celularin,
prapa ta kanë akses te celulari. Bateria është vënë, e hap ai, shikon des kamerën, ti s'merr vesh asgjë. Këto janë datat, janë gjitha dhënat. Qa dhëmballe ndrove, qa vizitash ke bërë te doktori, ku ke marrë tikitin e fundit nga policia, kur ke qenë për vizit për herën e fundit, në qa vacation i ke qenë, you name it, qa hëngre për drekset, shikon frigoriferi, everything, shikon ka kamere tani dhe frigoriferet janë me kamera. Shikon everything, çdo gjë. So qa bëri Elon Musku? Doji do bënte auditin e gjithë qeverisë amerikane, po ndërkohë merrte të gjithë datën pasi është në luftë me Sam Altmanin për të krijuar ChatGPT-n e tij, për të krijuar kompaninë e tij AI. Kush i ka datat më shumë? Qeveria amerikane, dhe donte të merrte të gjithë datat e qeverisë amerikane, ti përdorte për krijimin allegedly. Çdo gjë allegedly, nuk e di çfarë do me thënë allegedly në Albania, duhet ta klik, por duhet ta include në çdo gjë që unë nuk di for sure dhe nuk kam proof që ta tregoj, s'kam çai thon proof në shqip anyway. Nuk kam proof që ta tregoj, duhet përdor nuk kam fakte. Nuk kam fakte dhe duhet të them fjalën allegedly. Çfarë do me thënë allegedly? Si thuhet në shqip allegedly? Në language. Let me see what the AI gonna say. Mother, probably I write it down. Allegedly in Albanian language. What does çfarë do me thënë s'po ma nxjerr. Anyway, duhet përdorim allegedly all the time që YouTube-i not to shut down our videos, mos t'i mbylli YouTube-i videot tona. Okej, tashi, siç ju thash, në një postim në platformën e tij X Social, Musk ka bërë thirrje për të bllokuar ligjin dhe ka kërcënuar se çdo antar i Kongresit që e mbështet atë do t'u mbas vendin në zgjedhjet e ardhshme. Ai gjithashtu ka bërë thirrje për të kontaktuar përfaqësuesit dhe senatorët për të bllokuar ligjin. Në përgjigje, Trump ka sugjeruar se Musk ka humbur mendjen dhe ka kërcënuar të rishikojë kontraktat, siç e thash, qeveritare me kompanitë e tij. Ky konflikt ka pas pasoja financiare, siç e përmenda, dhe ka shkaktuar një rënje të aksioneve të Teslas, siç e përmenda më parë, që humbi $153 bilion dhe na his pocket $34 billion. Tani do ju tregoj për taksat, se çfarë ndodh me taksat dhe ky beautiful bill që është. Çfarë fitojmë, po do ju them çfarë humbim. Çfarë fitoj unë, po ndërkohë t'ja u jap me dy fjalë çfarë fitoj unë. Ne me dy fjalë dhe çfarë humbasim do ja u them më poshtë. Çfarë fitojmë është kjo që këta që vetë lë bakshishin që marrin në për restorante apo kudo që lëm ne bakshish, nuk do pagojnë taksa për bakshishin. Se pagohet taksa akoma për bakshishin, deklarohet bakshishi. Dhe overtime-i nuk do taksohet. Punojmë ne 40 orarshi është normal hours, po çfarë punon ti mbi overtime-in, punon ditën e shtunë, po 40 orarshi bëhet për 5 ditë, Monday through Friday, nga jena të premte. Po punove të shtunën 8 orarshi do t'i marrësh gjitha lekët vetë. Po ta keni parë, kam bërë para 3-4 emisionesh, para 3-4-5 episodëve. E kam sqaruar se sa mund të kursehen. I bie me rrogën time të kursesh rreth 800 në javë, po janë 800 në javë të kursesh, mora veten si shembull, të kursesh, po let's say average një 500 në javë,
i bie $1.500 në javë, i bie kurse $2.000 në muaj. Më t'jenë në your pocket, t'jenë në xhepin tënd një ekstra $2.000 në muaj. Okej, tashi më lini t'ja u sqaroj me saktësi një më një. Taksat. Taksat ai kanë më shumë lehtësi për të pasur. Trump do t'ul taksat për gjithmonë, sidomos për bizneset dhe njerëzit e pasur. Dhe do të krijojë një llogari kursimi për fëmijët, $1.000 për çdo fëmijë. Kjo është e mirë për bizneset dhe të pasurit, por shteti humb shumë para. Po ju jap pronëz dhe konfitimet dhe humbjet. Tash ndihma shëndetësore, Medicare, më pak ndihmë për të varfrit, të rriturit pa fëmijë duhet të punojnë që të marrin ndihmë mjekësore. Nuk do të paguhen më për abortet, shërbimet për persona transgjinor. Kjo është kursim për shtetin dhe shumë njerëz mund të humbin ndihmën shëndetësore. Tani do ju flas kufiri dhe ushtria. Më shumë para do të ketë më shumë para për siguri. Ndërtohet më shumë mure në kufi me Meksikën, do ndërtohen borders në kufi, shtohen ushtarët dhe armët, bëhet një sistem mbrojtës ajo që foli Trumpi para një javë e gjysmë, ishte Golden Dome, që do të shpenzoj lekë madh pa parë për Golden Dome. Startup $150 bilion dhe billi do vej who knows. Tash kush janë pronë se konë mirë për sigurinë dhe për krahasit e Trump, po kushton shumë miliarda. Për arsimin, pika 4, më shumë ndihmë për shkollat profesionale. Për këtë them është mirë sepse ka më shumë ndihmë për shkollat profesionale, sepse duke ardhur AI, ata kanë zgjedhur kush shkolla dhe kush zanate do të kenë më shumë të ardhme, se duhen ndes dritat e gjata, të shikosh larg, jo afër, se po vjen AI. Çfarë do jetë më përfitimpruese për popullin, çfarë duhet zgjedhin. Për shembull, do të vej djalin për finance, forget about it, finance is gone. They're gonna have robots, computers, they can give you poop. Why do they need you? So, për çfarë të duan, so duhet zgjedhin diçka. Nuk do të ketë më më shumë ndihmë për shkollat profesionale, nuk do të ketë më hua të subvencionuara për universitetet, më shumë ndihmë për ata që shkojnë në shkolla zanati, siç thash, fason, mekanike, të tjera. Kjo është më shumë shtetje për profesionet, që është pro, dhe studentët e universitetit do të kenë më shumë borxhe. Teknologjia dhe AI do jetë pa rregulla për 10 vjet. Për 10 vjet, shtetet nuk mund të vendosin rregulla për inteligjencën artificiale. Do të jetë shumë e lehtë për kompanitë e teknologjisë, punojnë pa rregulla fare, por rrezik për privatësinë dhe sigurinë e njerëzve. Tash kjo do jetë e lehtë për kompanitë e teknologjisë, për t'i suportuar e kështu pa rregulla, po rrezik për privatësinë dhe sigurinë e njerëzve ku kanë më njerëz privatësi dhe siguri. Ja, është ajo që hola për kamerat, you are watched everywhere. Big Brother eye sees you everywhere, man. Borxhi i shtetit shtohet shumë. Shteti mund të marrë më shumë borxh, $4 trilion, rritet borxhi kombëtar që mund të ndikojë ekonominë në të ardhmen. Me pak fjalë, ndihmon bizneset dhe të pasurit, ul ndihmat për të varfrit, rrit sigurinë në kufi dhe fuqinë ushtarake, favorizon teknologjinë pa rregulla. Shteti borxhohet më shumë. Tashti kur i shikon ti tër bota, do hitemi te Zelenski se mbarova me Trumpin, po kur i shikon ti tër bota ka 170 trilion borxhe. Po se kujtja kanë këto borxhe valla, bota e gjitha shtetet kanë borxh $170 trilion. Amerika është $40 trilion borxhe. Tani do vej me këtë billin që po bën Trumpi, se we already are, ne jemi $36 trilion në borxhe. Po me këtë do bëj Trumpi $4 trilion bill, do vej 40 trilion. Gjithë bota ka një $170 trilion borxhe, po unë nuk e di kujtja kanë borxh këto lekë, këta 170 trilion. Anyway, çfarë ndodhi tash midis QDV vulën, çfarë ndodhi mes Trumpit dhe Elon Muskut, mua më kujtua i filmi, si them drejt, më kujtua filmi me Olgën, kur vete ai, se mua
mu duk Elon Musk, mu duk si Vasil Vaso tek filmi me Olgën, që ishte, çaj kishte drejt që emrin Vasilaj Vangjeli. Koçi te Tosofkës, kur e nxjerrin jashtë, që nxori ato lodrat edhe kështu që të gëzonte këto Olgën me gjithë çupën, kur ja morën ja futën trast ja hodhën ti jashtë. Atë bëri dhe Trumpi me Elon Musk, një t'ja mbledh çka kishte, një t'ja vërvir për jashtë, e ndoqin atë dera. Oke, kjo ishte sa për humor. Tani do t'hidhem te Zelenski, te Zelua. Shkurt Zelo. Krijoi operacioni rreth Mirimangës. Dua t'ja them gjithashtu në fillim që nuk ishte Zelua jon, nuk ka me nder byll Zelua të bënte këtë. Zelua është, po duhet shikosh, I don't know, ata 2 days kishin 2 ditë para, kishin atë 2 ditë mbrapa kishin do bënin paqe në Turqi. Tuleshin të flisnin. Qa bën Zelua jon? Zeluave se nuk duan, I'm afraid, kam frikë se këto janë të brendshme. Merr Putinin telefonat e i thotë, vlla, futi hidhin ja ca kteti tani se zvem ne aty për paqen, dhe unë do fitoj dhe ti do fitoj. Është shumë në ndim të Zelenskit, sepse të Zelos ton, sepse Zelua, në qoftë se Zelua pushon luftën, Zelua ikën direkt në burg. Direkt arrestohet. Nuk ka leverdi Zelua ta mbylli luftën. Zelua është i djegur, më duket i shedhur dhe ai kampioni ai Klitschko, kë ka atë, ja harrova emrin atje, kush është kryetar bashkie, ka qenë kryetar bashkie në Kiev, ai Klitschko më duket se është. Çfarë ka ai boksieri? Ju hodhe ai, tha, ky është i kriminuar, tha, është kriminal, tha, ka marrë, është veri shumë i korruptuar. Kush është? Ja harrova men kryetari bashkisë Kiev. Vitali Klitschko, i boksit, kampion i boksit. Ja thashëm, mirë thashëm, Vitali Klitschko, shoot man, jam. Data center jam. Klitschko e tha, ky është i korruptuar, tha. Dhe prandaj mendoj se nuk i le verdis fare Zelos ton të dali jashtë. Ta nxjerrin jashtë loje. Zelua do rri në loje as far as he can. So, kam frikë për sa kohë që të mundet, se kam frikë se bëjnë lojë bashk. I futin ja ca predha atje, kemi tha 1 vit e gjys që punojnë për atë, po kush e suportoi? Kush është mbrapa? E keni para apo jo filmin? E keni para apo jo? Kush nuk e ka parë dhe unë qa pyetje bëj. Filmin Godfather pjesa e tretë, kur Vincenti, kur bën Joe Zaza goditjen që këta ishin te Plaza Hotel në Atlantic City dhe Joe Zaza bën atë shutin nga jashtë me helikoptera që i godet këta ku ishin penthouse, që po bënin të këta kokat e mafjes mbledhje, që ishte dhe Al Pacino, Godfatheri me Vinin, me Vincentin, me nipin e tij, edhe pasi u qelluan dhe vajtën në shtëpi, i thot ai, let më lart i qelloj, i thot ai, jo, tha, hold on, tha, unë respektoj Joe Zazën për qa bëri, but he doesn't have the ball to pull such a thing. Nuk ka, më falë për shprehjen, koqja i tha ta bëj gjithë këtë veprim, tha. Translate qa thot ai, se kanë më shumë fuqi llafet kur i thonë në shqip se sa në anglisht shan, po të shikon ai e jotja dhe sikur kalojnë, kurse kur i thua në shqip ngjisin çik më shumë fjalët. Edhe i tha, nuk ka ai balls, tha, që ta bënde këtë. I wanna know who's behind it. He got somebody behind it. Kështu dhe Zelenski, ka someone behind it. Of course, Evropa, that was checking in ChatGPT, kush është involved. Gjermania ka dhënë lekun më të madh, lek cash më të madh. Besides, duhet jenë të $140 billion. It's always Germans, man. Even when the Greece is falling down, Germans step up and then they bail them out. And then, so it's not him. It's a lot of governments that are behind him. I don't think Trump, nuk mendoj se është Trumpi, se i direkt doli dhe tha, foli dhe me Putinin, i tha që unë s'kam dorë te kjo, tha.
Dhe doli dhe tha që ai do hakmere ta. Po of course do hakmere, e ke parasysh ishte pa evitueshme. Shikoni këto bazat që u sulmuan në Rusi, po përpara se të shkoj te ajo do ju jap sa info për operacionin. Operacioni quhet Rrjeti i Mirë i Mangës dhe do ju them si organizoi Zelenski sulmin në thellësi të Rusisë. Operacioni Rrjeti i Mirë i Mangës është një sulm i sofistikuar me dron, i realizuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës, SBU, më 1 qershor të 2025. Kjo dizi 5 bazë ajrore të Rusisë. Kam këtu, ju tregoj bazat që u sulmuan në Rusi, 5 bazat. U habitën me këtë bazën ajrore të Bilaj Air Force, u habin se është një 4.000 milje larg. Thonë që i kanë futur ato makinerit, ka qenë dhe u smuggling nga Kazakistani, po u smuggling këto maunet janë futur nga Kazakistani, e ke parasysh janë makina maune transport mallrash. Dhe kjo është ajo logistics, kur flet për logistika, çka logjistike që kanë përdorur, po nuk e di men edhe mos të dinë shërbimi rus asgjë dhe ti ke shkitur shërbimit rus, kjo më është pyetje e madhe. Dhe kjo baza Bilej Air Base është shumë larg, është 4.000 milje, nuk është 6.000 kilometra, 6424, jo like 6.500 kilometra larg, e ke parasysh nga kufiri. Anyway, këto janë bazat, edhe këto janë traqet që u përdorën Operation Spydware, dhe përdorën traqet, logjistika, i ngarkuan me traqet ishin përgatitur, u futën në smuggling që andeja. Edhe tu ju flasë si kjo është trak droni, shiko si i kanë përgatitur traqet me droni, i kanë hapur pjesën e sipër me tavanin, kanë bërë një me 2x4, me 2x4 janë këto drasat që shkojnë kështu si tip bim të olla, me plywood nga poshtë, me drasa, dronet aty të montuar me për bateri, që karikoheshin tërkohën, dhe u montuan me traku brenda ka dhe bombat që u montuan tek ato. Një drona këta prodhim dron blen gjithandej, një nga këta i gjen $400, po it's gonna raise a lot of question, but një nga këta që përdorën ata kostua ishte $4.000 një droni, po me $4.000 ai të nxjerr jashtë përdorimit një avion që kushton miliona dollar. Tani si e planifikuan këta, dhe sa ishte kosgjatja. Operacioni mori u planifikua për 18 muaj 9 ditë. I don't believe those, man. Na mori 18 muaj e 9 ditë, 4 orë e 25 sekonda. Këto si besoj fare. Anyway, my opinion, opinioni im. Koordinimi i operacioni u udhëhoq nga kreu i SBU-s, Vasil Malyuk, në mbikëqyrjen direkte të presidentit Volodymyr Zelenski. Në këto fjalët këto që man chambi, I don't know, ai se di ku është. Ai se di ku është, ka shkatruar të shtetin e tij, ka bërë Ukrainën në fush. Fare më keq nga Palestina. U përdorën 117 dronë, siç e thash, $4.000 një. Dronët janë first person view të prodhimit Ukrainas OSA, të cilët u fshen dhe u transportuan në kampion të modifikuar, siç ju dhash dhe kamionët që I pat. Ja t'i vëm kamionët që t'i shikoni. Dhe ishin të modifikuar për mos të ngjallur dyshimin sa më të vogël. Kontrolli I dronëve. Dronët u kontrolluan nga operativ Ukrainas përmes rrjeteve mobile lokale, duke përdorur software-in Ardu Pilot, që I bëri të paprekshëm nga ndërhyrjet elektronike. Ndërkohë që vajten afër bazave ajrore, ndërkohë që ata vajten afër bazave ajrore, dolën këta të traqeve, se ashtu I kishin thënë, ti do vesh në filan vend, ti do vesh në filan, parkoni aty dhe prisni që t'ju japim direktivën tjetër se ku do të largojni, po I parkoni njëra aty edhe prisnin. Këta dolën këta të traqeve dhe po rrinin aty, kur shikojnë që u hapet ajo me pult, u hapet kapaku lart, rufa, çatia e trakut, e kamionit, e spondit, rimorqos, s'po që llafin në anglisht, hapet kapaku me elektronik dhe dalin dorën, fillojnë fluturojnë, tërë dronët kishin pompa.
të dronet kishin bomba edhe qa bëjnë këta kampionista, keni imagine, atë dronet me bomba se e kuptuan dhe filluan merrin gura që t'i bini, po e imagjinonti që lon droni me bombë t'i bie droni me gura, se janë shumë patriot ata rusët, shumë patriot. Si doja t'rregoj këtë, pas kësaj që ndodhi, e shedhur gjithë populli dhe ka thënë nuk tëresa Zelensky, nuk Ukraine, nuk it, we don't want to see them anymore, just nuke them up. Anyway, filluan po qellonin avionët me gura, dronet, që t'i rrëzonin, but it's unbelievable, man. Aq shumë patriot janë, I don't care se ka bomba atje, hit 'em. Okej, objektivat e sulmuara, 5 baza aerore, ajo që u thash që ja u tregova me foto. 5 baza aerore ruse, Belaja, se tingëlloka çik si kështu kjo Belaja. Maybe Bilaja. Këto janë bazat që u mbuan, ajo që u thash Bilaja, Airbase, Djagilevo, Ivanov, Severni, Olenia dhe Ukrainka. Dëmet të shkaktuara rreth 40 aeroplan ushtarak rus, përfshirë bombardues strategjik Tu-160, Tu-95 dhe Tu-22M. U goditën duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në kapacitetet aerore të Rusisë. Vlera e dëmi i përgjithshëm u vlerësua rreth $7 bilion, 7 miliard në shqip. Rusia reagoi, goditën me raketa yesterday was it, I think, ishte dje më duket apo një ditë para, goditën në Kievin, 4 të vdekur e gjitha ato dëmet tjera të shkaktuara. Çfarë të përmendja, kam video që t'ja u tregoj, kam një video t'ja u tregoj, shikoni dron atakun se si ndodhi. Këto footage i nxori Ukraina, këto footage para pak kohësh. Më duket se dje i kanë nxjerrë këto footage që tregojnë se si ndodhi sulmi. Siç ka filmuar droni që vete sulmon. Shikoni me vëmendje. Ne do japi shko si janë ndjekur. Tani do ju them, shikon, si tregon ajo footage se si e ka sulmuar droni edhe ka filmuar në qik, ata kanë tërhequr data mbrapsh edhe tani do ju them pse këta avion, se dhe Amerika i mban B-2 bombers, nuclear bombers, they keep them in the field. It's a US, pse i mbajnë në field, dhe që kërkon lek të madh njerë dhe shpenzimet të mëdha ti mbash në hangare të ndërtosh. Rusia e ka të menaxhuar të gjithë Rusia buxhetin ushtarak. Le kërkon shpenzimet të mëdha ti mbash, por e fundit që është nënshkruar military treaty midis Rusisë dhe Amerikës ka qenë, e ka bërë Obama, I think në 2012 mbase. I don't know, 2012 e ka bërë me Medvedevin të fundit, që të gjithë sepse janë strategic bombers, edhe plus nuk i fusin dhe në prahangar se duan që të kenë për çdo aksion, për çdo moment duhet jenë dhe janë të gjithë mbushur me karburant, me gjitha, janë ready for flighting, you know what I mean, to get deployed like split of a second, gjysmë sekondi, çerek sekondi të ngrihen lart direkt për të sulmuar. Por kanë sajnu të tritin, ka bërë edhe Bushi me jo Bushi, kush e ka bërë me Gorbachevin, I think Bushi. I forgot who was that guy, the president of America. I got his face on my mind, but I cannot say the name. Po them dot emrin. Anyway, kanë shkuar me Gorbachevin, por 2012 ka qenë Obama që e ka bërë me Medvedevin, sepse është nuclear treaty, you have to keep them all in the open, duhet i mbash të gjithë në hapësirë të hapur, you cannot simulon dot me asgjë, sepse duhet që të shikojnë nga sateliti, sepse çdo lëvizje tyre
Rusia shikon nga sateliti avionët amerikan mbi ty, bombarduesit nuklear, dhe Amerika shikon të Rusisë që në rast se një avion ngrihet duhet të sqarosh ku po vete, ç'a po bën, valla, pash lëvizje atje te juve, ç'a po bëni me avionët. Nuk të lejohet të lëvizësh. Është se është threat to security to both countries and to the world. So, ato tritit që kanë shkruar duhet i kesh atje që ato avion të jenë gjithë tërkohë në syrin tim vëzhgues, duhet i shikoj si ti tut, si unë të tut. E ke parasysh edhe kjo ishte. Tashi reagimi dhe pasojat e Rusisë. Reagimi rus. Rusia shpalli një gjendje emergjente në disa bazë ajrore dhe nisi një seri sulmesh me drone, raketa, just like I said, dhe raketa ndaj Ukrainës, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale. Pasojat ndërkombëtare e operacionit ka rrit tensione ndërkombëtare me disa analistë që paralajmërojnë për një rritje të mundësisë për një konflikt më të gjerë, përfshi mundësinë e një përshkallëzimi bërthamor. Deri tani, siç ju thash, kanë kërkuar dhe populli rus ka kërkuar që të përshkallëzohet dhe të ketë sulm bërthamor dhe nuklear kundrejt Ukrainës. Tashi, se jam në atë momentit do ta wrap up, do ta përmbledh të gjithën. Ky operacion, jam në fund të episodit, edhe të wrap. Ky operacion rreti Merimangës është një shembull i përdorimit të teknologjisë moderne dhe strategjive të sofistikuara në luftë. Ai tregon aftësinë e Ukrainës për të realizuar operacione të suksesshme në thellësi të territorit rus, duke sfiduar pritshmërinë, duke ndryshuar dinamikën e luftës. Okej, jam pritshmëritë e dinamikën e luftës. Siç ja u thash, mendimi im, unë nuk jam dhe nuk e besoj shumë këtë gjë. Nuk e besoj shumë sepse, siç ju thash, inteligjenca ruse është shumë e sofistikuar dhe nuk të lë ty me një shtet të shkatruar të bërë gjithë këto shurtme. Mund të jeni aty, ato 4 bazat janë aty afër, po jo ajo atje larg fare. Atë nuk e besova. Me 4.000 milje far nga Ukraina dhe 2 ditë ti përpara se të vesh të takohesh për arpushim në Turqi me Recep Tayyip Erdoganin, Zeluajon edhe presidenti Putinit vend takojnë për paqe, ti bën këto sulme. Kjo tregon hapur që ti nuk do paqe. Nuk do paqe se nuk është në leverti, 1000% nuk është në leverti tia, se ai është vetës një kriminal lufte. Përveç çfarë është ai. Tashi, kjo ishte përmbledhja çfarë do të them, do t'i lë, na klikoni. Siç ju thash, video e shkuar ishte amazing, klikime pa fund nga gjithë bota. Nuk e di, mos lash ndonjë person pa falenderuar. Was a wonderful day. Një ditë shumë e bukur, kaluam beautiful, siç e thash, në lounge outside. Was amazing time drinking and food as always. Dhe po punojmë fort, me and my team, skuadra ime, që të bijem guest shumë të mirë e të dëgjuar e njerëz që do të cheering up our podcast, do ta lulëzojnë podcastin tonë, si thonë, cheering up our podcast and our episodes. Kemi njerëz në line që janë në line të vinë, në linjë që janë gati të vinë në podcast, edhe si do t'ju le sot. Kalofshi mirë, një të diel të këndshme, dhe mos u mërzisni për komentaren, do luftojnë fort çunat, duhet kemi besime të vazhdojnë, janë disa gjëra që s'na pëlqejnë shumë, po duhet të stikim, të ngjitemi mbas komentares dhe ta suportojmë. Kalofshi një fundjavë, një të diel të këndshme pranë familjeve tuaja dhe shihemi podcastin tjetër. Po përpiqemi shumë për every week, për çdo javë që të kemi nga një çdo të diel. Tani jemi every other Sunday, do më thënë jemi një diel po një diel jo, por po përpiqemi jashtëmase për ta bërë, ju përshëndes për ta bërë çdo javë, ju përshëndes të gjithëve nga zemra. Dhe do ju lë si që ju lë gjithmonë, take care, may God bless you, love America, then Albanian too. Bye bye.